lajmet kryesore. Debate mes ministrit të drejtësisë dhe kreut të prokurorisë posaçme për rekomandimet e qeverisë, Ulsi Manja propozon strukturë të re për kontrollin e SPAK. Altin Tumani deklaron se rekomandimet shtojnë burokracinë. Gjykata e posaçme kalon në proces gjykimi dosje ndaj kreut të opozitës Ali Berisha, ish-kryeministri do të gjykohet për korrupsion. Gare fort brenda partive për votën preferenciale, 11 deputeta aktual Parti Socialiste nuk do t'jenë në parlamentin e ardhshëm që do të nisë punën në muajin shtator. Shqipëria është vendi më i varfër i Evropës, gjysma e popullsisë është në mjerim. Gjatë vitit 2024, vitin e kaluar Shqipëria kryesoi listën e vendeve të Evropës për nivelin e ulët të jetesës. Presidenti amerikan Donald Trump dhe ai rus Vladimir Putin po zhvillojnë këtë hënë një bisedë telefonike. Presidenti Trump ka deklaruar se telefonata do të ketë në fokus fundin e gjakderdhjes në Ukrainë. Dhe do të nisim mëngjesisht me lajmet. Kam kënaqësinë të kem në studion zotin Agim Nesho, diplomat ish ambasador, mirë se erdhe, kënaqësi që të kam në studio. Kënaqësia ime gjithmonë. Do doja dija një opinion për zgjedhjet. Tashmë jemi në një realitet të ri, zgjedhjet cilat kanë rezultuar një fitore të thellë Parti Socialiste përballë opozitës, përballë partive të reja. Si e shihni këtë moment? Në fakt doja të shikoja të ishte një realitet i tillë, që domethënë mundësia për zgjedhje e popullit shqiptar të ishte e hapur, që partitë e vjetra të cilat janë përbëjnë një lojë tashmë 30 ca vjeçare kur ka ardhur demokracia, por dhe të reja të marrin pjesë në një gardë barabartë. Zgjedhje sipas standardeve të OSBE e ODIHR-it nuk janë të tilla, janë jo zgjedhje të lira. Kemi dy faktorë kryesor, Mirela, që kanë përcaktuar këto zgjedhje, të cilat janë mekanizmi i shtetit në funksion të rezultatit të zgjedhjeve, dhe dyta, një pjesë e mirë e shoqërisë dhe veglave mekanizmave si propagandistike të tjera janë të kapura nga regjimi, gjë që e bëjnë të pamundur që të ishte një zgjedhje e lirë dhe e ndershme. Dua të them që rezultati prodhoi trishtim. Unë jam nga ta që besoj që vetë zoti Trama i ka ikur nga dora, në idenë që mund të kontrollonte procesin, të kishte rezultatin e kaluar ose pak më tepër, ai është i aftë i bëj këto gjëra, për arsye sepse mendon dhe vë mekanizmin në funksionim që pas zgjedhjeve të radhës, për arsye sepse ka idenë që është i pazëvendësueshëm edhe ka një vlerë në vendin e tij. Por kësaj radhe pati një masakër totale, duhet themi, nga dita në ditë ne njihemi me fakte të cilat jo vetëm nuk e nderojnë Shqipërinë, por të trishtojnë. Vetëm duhet them së fundit, duke mbyllur këtë gjë për zgjedhjet, pavarësisht masakrës zgjedhjeve, duhet them që nuk kanë humbur shpresat, për arsye sepse shtete serioze pritet që në bazë, sidomos të deklaratës OSBE e ODIHR-it, domethënë të japin konkluzionet e tyre kur të përfundoj procesi zgjedhor, dhe këtu kur them shtetet serioze, nuk them ata që qeshin në aktivitetet përgatitura nga Rama, por duhet të them për shembull Shtetet Bashkuara të Amerikës që çështjen e zgjedhjes së lirë të një populli e kanë çështje kryesore dhe për të cilën ata nuk bëjnë asnjë kompromis. Dakor, pritet në fakt një reagim nga Shtetet Bashkuara se nuk është prononcuar deri tani, duhet certifikuar rezultati zyrtar i zgjedhjeve për të patur edhe qëndrimet zyrtare, qoftë Bashkimit Evropian, qoftë liderëve evropian dhe nga Shtetet Bashkuara, por opozita në këto zgjedhje ka nevojë për një reflektim të thellë për këtë rezultat? Sigurisht, çështja ju keni drejt që opozita ka procesin e saj të reflektimit. Por duhet të them që çdo gjë ka një diçka që duhet të përfundojë së pari, dhe përfundimi së pari është realizimi i drejtësisë në këto zgjedhje të cilat u masakruan. Kjo është e para. A duhet të reflektojë opozita? Opozita ka bërë një sër gabimesh të mundshme, nga nxitimi, premtoi që do të kishte, nuk do hyej në zgjedhje me Edi Ramën, do të kishte një qeveri teknike. Lideri i opozitës ishte shumë i qartë. Në shumë raste presioni si të europianëve ashtu edhe të shoqërisë këtu është një presion multidimensional, i cili detyruan të marrë pjesë në këto zgjedhje, por parashikoheshin këto zgjedhje nuk do ishin.
Së dyti, opozita krijoi një frym nga padrejtësitë, nga lojrat e deritanishme që kishte bërë maggioranca për të burgosur në thonjsa, për të burgosur liderat e opozitës, për t'i marrë asaj vullën, për fajsimin, për të quar nga një institucion në një institucion tjetër, për të mos qenë e barabartë në zgjedhjet e kaluara, pa qenë prezente në strukturat e tjera administrative. Por a e krijoi këtë frym me listat e saj? Unë mendoj që partitë politike, që shumica e tyre janë parti të cilat të një liderave ose parti familjare tjera nuk e krijuan këtë pritshmëri, edhe kjo tregon një rezultat i cili nuk përputhe me atë që opozita duhet mirej. Pavarësisht se thash edhe në krye të radhës që vota e opozitës është deformuar totalisht. E kuptojmë. Dakor. Presim që të ketë një rezultat zyrtar në mënyrë që dhe analizat jenë më konkrete, duke pasur parasysh dhe një raport ose BE-Odhirit që pritet të dalë më i detariuar. Ne dëgjuam raportin paraprak, por edhe duke patur dhe angazhimin dhe qëndrimin zyrtar të ndërkombëtarëve. Me njërë mbas zgjedhjeve samiti, si të duk samiti i liderëve, gjithë liderët e Bashkimit Evropian këtu, Macron do një më gjatë, qëndroi dhe ditën e nesërme, pa Tiranën, si të duket dhe a është mirë për Shqipërinë tek e fundit një gjë e tillë? Po, pyetjet janë shumë drejta, do e shikojmë në dy momente. Samiti i perceptuar ose ajo që kërkonin organizatorët e samitit, si kryeministri Rama, për të reflektuar në Shqipëri, që ishte entuziazmi një Shqipëria një hap larg Bashkimit Evropian. Ky ishte gjithë imazhi i kuruar nga zoti Rama për këtë samit, i cili kishte një qëllim tjetër. Samiti ishte një samit i radhës, një samit që kishte dy çështje kryesore, çështjen e sigurisë europiane që lidhet me Ukrainën dhe çështja e emigracionit që është një çështje ekzistenciale për gjithë Bashkimin Evropian. Domethënë, kur kanë rënë dakord për samitin, të gjithë liderët evropian kanë parë një qëllim. Projekti famkeq Meloni-Rama, i cili i jepte mundësi jo vetëm të shfrytëzonte hapësirat sovrane të shqiptarëve për të hequr atë problematikën që kishte në Itali dhe për t'i dhënë një hovë në zgjedhjet e reja Melonin, sigurisht hapi oreksin duke e konsideruar Shqipërinë si një Shqipëri jo serioze, një Shqipëri me një lider klientelist që përmbajtur pushtetin e tij mund t'japi çdo hapësirë të nevojshme që udhëheqësit evropian nuk mund t'i bëjnë duke respektuar standardet dhe nga presioni shumë i madh i opinionit publik në vendet e tyre. Megjithatë, me Britaninë e Madhe tha prerazi jo nuk mund të kemi, tha, një situatë përsëri, një kamp si atë që kemi pasur me Italinë, pra. Ne nuk jemi këtu pikpritje për ju, i tha. Ju keni drejt, për këto janë deklarata që ne kemi parë që shumë merë që sfumohen pasi realizohen, kalohen momenti zgjedhjeve, atje ku njerëzit janë tepër të fokusuar. Kishim një fushat që u evidentuan të gjitha mos realizimet e partisë maggiorancës që ishte në pushtet, dhe në këtë qëllim nuk e ka për gjë që zoti Rama ta kthej në 180 gradë, siç e kemi parë në politikën e jashtme, siç ka luajtur me balonat e tij se kur ka qenë i interesuar për Palestinën dhe kur ka bërë një dashuri pambarim me Izraelin. Domethënë, ai është njeri që i bën të gjitha, dim një gjë që bisedat që me Sunakun më përpara kanë rënë dakord për ndërtimin e burgjeve në Shqipëri dhe rikthimin të ashtu quajturve kriminal shqiptar që në fundit ishin njerëz që kishin sakrifikuar që të shpinë, futur në ato depozitat e maqineve duke humbur jetën e tyre dhe të fëmijëve të tyre, domethënë që ka luajtur në mënyrë me gjak të ftohtë ndaj një popullsie ku ai është përgjegjës si kryeministri i vendit. E kuptoj. Për integrimin ton Bashkimin Evropian, ndihmon ky samit? Pyetja juaj, Mirela, qëndron që ka disa momente. E para njërë që procesi, atë që i tha dhe Kaja Kallas, jo më parë, para 2 muaj që i tha, sido që tjetë është procesi meritokratik. Domethënë, ti do të realizosh të gjitha gjërat dhe ne e dim se sa larg jemi realizimet të gjithë standardeve, pavarësisht se kapitull mund të hapen, por nuk mund të mbyllen kurrë. Kjo është e para. E dyta, percepcionin që kërkonte tipte Rama që ky i ka miq të gjithë këta udhëheqës, kjo nuk shkon për arsye sepse të gjithë udhëheqësit duke përfshirë në 27-ën që nga Macroni mbaron atë mandatin e tij, ndoshta vjen këshilltar si Tony Blair i Ramës sepse
këtu në një parantez të gjithë ish udhëheqësit evropian ndihen të formuar. Vetëm pasuria e Tony Blair nga Afganistani dhe nga Shqipëria është e pallogarishme, vetëm një fakt për opinionin publik, ka hapur para një vite gjysmë 2 pozicione në institutin e tij në Londër për Shqipërinë, që të miren me avancimin e Shqipërisë. Kur paga minimale analistëve vete nga 200.000 pound, mendoni se kush mund të harxojë £500.000 në qoftë se nuk merr asnjë gjë, siç kanë thënë që ne ky e bëm pro bonus, për arsye se është një lider i madh social. Do me thënë, në 27-ën mbaron Macroni, po kështu dhe Meloni kemi një Itali e cila demokracinë e ka të shenjtë, edhe i kemi parë partitë që jo më shumë se 2 vjet mund të qëndrojnë pushtet. Nuk do jetë. I vetmi që do të jetë është serioziteti i kancelarit Merkel, i cili i habitur, ashtu si dhe në gjysh Merz, edhe në shtypin botëror i tha 4 herë. Është e pa imagjinueshme që në Europë ka ndodhur në Ruanda, ka ndodhur në Bangladesh dhe në vendet afrikane se kanë marrë pushkën. Domethënë, revolta ka qenë aq e madhe kur ka arritur që në fund të mandatit jo t'japësh llogaridhënie përpara popullit tënd për detyrat që nuk e bër, por të tentosh të luash me votën popullore, kjo është... Megjithatë, edhe Meloni i tha, një fitore e papritur, surprize e kryeministrit Rama, në fjalimin e saj para prakës, se nuk janë zyrtare, këto janë qëndrime në një summit, edhe për atë sigurisht e papritur që 4 herë dhe me një rezultat të thellë, kështu. Kjo është, jo vetëm Meloni, unë po lexoja sot ish kancelari austriak Kurz, i cili i thoshte fitore historike, domethënë e pandodhur në Europë. Të tërë njerëzit, pavarësisht se i ofrojnë lëvdata, sepse asgjë nuk është provuar, procesi është në vazhdimsi, por ai kërkon ta bëj fait accompli. Të tërë i thonë është diçka e paimagjinueshme. Dhe ka një statistikë botërore që të gjitha ata që kanë tentuar jo vetëm të marrin mandatin e 4 me më shumë pozicione parlamentare, por edhe të marrin një mandat 4, nuk kanë arritur ta mbyllin mandatin e tyre. Kjo është një statistikë botërore, do ta shikojmë se ne jemi fenomen Guinness. Jemi në shumë raste nuk e dim. Ekskluziv. Ne jemi ekskluziv në atë që bëjmë. Duhet të them një për shaka, edhe sot për shembull në një status që kisha bërë më shanin mua, që ke mbetur partjak, njeri i poshtër, që ti nuk e ndan atë dheun, se domethënë për shumë njerëz perceptohet që atë dheu është ajo që tregon Zoti Rama. Ato lavdin, ato fisheksjarët, ato që jetojmë në demokraci, se si ka drejt në opinionit të ti. Ullet, jo, pandaj, unë e them me kënaqësi, unë e shikoj liri vërtet, po si e konceptojnë njerëzit, kjo më shqetëson. E qartë. Njerëzit publik kanë koston e tyre që duhet të ekspozohesh edhe të përballesh edhe me komentet saktuara. Jo, po duket më fal. Duket që se mirë thoshin, duhet ndryshojmë ato xhaketat e vjetra sepse kërkojnë tani njerëzit, kërkojnë të shtrihesh në tokë, më vjen një udhëheqës edhe ti barkas. Domethënë ti përfaqëson shtetin, edhe njerëzit janë krenar që ti bën lodra të tilla. E kupton? Kemi hyrë në historinë e TikTokut në Shqipëri. Domethënë çdo gjë është e mundshme. Kuptoj. Megjithatë, mandati 4 me kaq shumë mandate deputetësh, do të jetë i lehtë për Ramën? Si e shihni? Unë për Ramën me këtë rrugë që ka, në qoftë se opinionin ndërkombëtar nuk e ndalon, ai këtu e shikon që faktori shqiptar, duke hequr larguar mbi 1 milion shqiptar, pa shpresë të gjitha, e ka të pamundur. Do kenë 2 gjëra. Ose njerëzit me revoltën e tyre do të bëjnë një revolucion, gjë që të gjitha partitë shqiptare, për të mirë, janë parti institucionale, nuk kanë pjesën e një revolte të përmasave tilla, se në vende, pa një kulturë demokratike, shkojnë deri në shkatërimet plota. Dhe për Shqipërinë nuk është e mirë kjo. Në këtë mënyrë, Rama mund të i kalojë, sepse Rama nuk e ka për gjë, dhe këtu do t'jeme, këtë kronik mund të shikojnë pas disa vjetëve, që në 2027, kur të tjerët t'i thonë që ti ke mbetur narkoshtet, ti nuk e realizuar asnjë gjë, të thotë, unë e bëra punën time, pa samitin, pas i prita, harxova 5 milione, gjitha qatë bëj unë i shkreti. Tani nuk më do Europa, po ne nuk do mbetemi pengi tyre.
ja ku e kemi vendet arabe. Edhe shikon, edhe samitin tjetër të arabëve për këtë qëllim e bëri, sepse ishte shumë interesant, në qoftë se më lejon edhe pa konsumuar ato tjerat, po shikoja me vëmendje gjithë diskutimet. E para njerë, samiti ishte i sponsorizuar. Ka ndodhur njerë që ky, domethënë Davosi i shkretirës, nuk bëhet në vendet tjera, po ju përket pikërisht, domethënë investimeve strategjike që bëjnë vendet arabe. Është Davosi i vendeve të lindjes mesme, por është një institucion tepër serioz, por mund bëhet edhe me sponsorizim, se nuk ka kuptim që një institucion kaq i rëndësishëm të bëjë intervistë dhe një pikë veçantë me gruan e kryeministrit. Nuk kemi parë në Davos për shembull që të vijë edhe gruaja e Trumpit edhe të bëjë intervistë sepse nuk të lejon institucioni për seriozitetin e tij. Domethënë, ishin marrë aktorë të tjerë për të influencuar opinionin publik. Prandaj, në të gjitha këto që shikohet edhe në mënyrë me buzëqeshje ironike edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës nga miq tanë gazetarë që kemi jashtë, se si parja e keq përdorur, duhet të mos themi kanabisi politik, është aq i fuqishëm sa mund të vërë në lëvizje dhe institucione të tilla, dhe kjo është që Ramës i krijon mundësi për të lidhur tashmë, është i lidhur, dhe në një nga fjalimet që bëri Alabari, edhe tha, kjo Europa tha dhe perëndimi lodhet shumë. Kush u jep lek këtyre NGO-ve, tha, shoqëria civile, çfarë duhet, partitë politike edhe në Amerikë, tha, dhe në vende tjera zihen me njëri tjetrin. Ne, tha, mbretërit kanë një gjë të mirë. Ne, tha, ecim përpara, kemi vizion, tha, edhe neve duhet ne bëjmë ndërtime. Do me thënë, ai që është, do me thënë, ndërtuesi më i preferuar i Lukashenkos, Vučić edhe Ramës, jep mend perëndimit që sistemi më efikas janë pikërisht sistemet autoritare, kështu do ecni përpara. E qartë, megjithatë, që të ky është vizioni i Ramës. Dhe për ta vazhduar pak logjikën për të hequr ndoshta një paralele, në Rumani dje janë zhvilluar zgjedhje. Ishte një balotazh i paralajmëruar, në alarm të plot Shtetet Bashkuara dhe perëndimi për ato që ndodhin muajin nëntor, në zgjedhjet e atjeshme ku u pa që kishte një ndërhyrje në rrjetet sociale, ndërtimi i një influence të rreme përmes rrjeteve sociale dhe TikTokut, fitoria e një kandidati i cili nuk futet në balotazh sepse hyn në lojë gjykata kushtetuese e Rumanisë dhe i kthen zgjedhjet, fiton ditën e djeshme ish kryetari i Bashkisë së Bukureshtit, duke hedhur poshtë të gjithë të investim influent mes fond rus, por që nuk është pranuar dhe nuk është vërtetuar asnjëherë. E para një opinion për gjithë shka që ndodhi në Rumani. Si ju duket? Kush ishte zgjidhja dhe solucioni i kësaj situate që vendosin në pikpyetje një shtet antar të Bashkimit Evropian për sigurinë e zgjedhjeve dhe për sigurinë e tij? Po, unë mendoj që zgjidhja u bë e drejtë. Unë mendoj që kandidati që fitoi është një kandidat serioz, që ruan vlerat e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, dhe duhet të themi që ka individ të cilët përkrajnë, do me thënë, linja pro-ruse në Europë, një Europë që rrezikohet aktualisht për problemet e sigurisë nga Rusia. Është e papranueshme, jo vetëm për të ardhmen e Europës, por edhe të shteteve të cilat janë në kufirin europian. Është një Rusi agresive në ekspansion, e cila kërkon të rrisi zonat e saj të influencës, duke përfshirë mundësisht edhe kufirat e vjetër të 45-ës, kur ka qenë Europa lindore dhe ajo ka shtrirë influencën e saj. Duhet kuptojmë diçka. Lëvizjet e djathta, që edhe në Europë ka një diferencë shumë të madhe nga iniciativat e të djathtave ekstreme pro-ruse. Shiko, edhe në Shqipëri, e djathta shqiptare është pro-institucionale, pro-NATO-s, pro-Bashkimit Evropian, nuk ka devijime të tilla që mos pranoj aq më pak pro-ruse. Do me thënë, në qoftë se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të gjithë të djathtat e Europës, Bashkimi i organizatave të cilat janë si IDU-ja, ashtu edhe Partitë Popullore Evropiane, e shikojnë si një aleat të çmuar të djathtën shqiptare. Prandaj edhe e ndihmojnë. Në rast të individëve, ku ka kudo, ka individ në të gjitha vendet e tjera si e shikojnë si një mundësi për një karrierë. Ajo që ndodhi në fillim
pengesa, ajo është diçka që duhet matur në qoftë se presioni dhe informacioni te i kalojnë ato marrëdhëniet midis tyre. Do të thënë, njerëzit janë të lirë të zgjedhin. Edhe ajo që ndodhi në fillim, pengesa që bëhet nëpërmjet gjyqeve të tjera, sigurisht krijon hijen e dyshimit. Zgjedhjet e djeshme që ishin zgjedhjet të cilët treguan që populli dhe klasa politike në Rumani është e dedikuar pro-europiane, pro-NATO-s, pro-gjitha. Një kusur Dan, i cili është fituesi i këtyre zgjedhjeve, është pro-Bashkimit Evropian përballë kandidatit tjetër që, siç e thatë, ju është i djathtë, është një fans dhe admirues i madh i Donald Trumpit, por kjo nuk mjafton në fakt, sepse duket që është dhe ndikimi i Shteteve të Bashkuara aty për të fituar dhe për të qenë ky drejtim në Rumani. Megjithatë, më duk se ishte e pabesueshme në fillim për të shkuar dhe në zgjedhjet parakoshme, sepse ishte shumë e kopsitur situata e influencës, qoftë përmes rrjeteve sociale, qoftë përmes njerëzve që bënin edhe marshime në mbështetje të kandidaturës së nëntorit. Mendon që rasti Rumanisë tregon që në fakt nuk ka fitore absolute me shumica absolute, por situata e zgjedhjeve të parakoshme mund të jetë një situatë që mund të qarkullojë në rajon. Ju keni shumë drejt. Unë duhet jap vetëm një precedent. Ka ndodhur në Shqipëri që pas 97-s, lëvizja mbretërore në Shqipëri rrezikoi zgjedhjet. Partitë politike ishin këtu, në qoftë se vetë amerikanët morën pjesë për ta rregulluar këtë gjë, lëvizja e popullore duke besuar që duhet vinte një forcë tjetër, sepse partitë politike ishin komprometuar aq shumë në lëvizjet e tyre, nuk kishte një vizion të qartë se me këtë duhet ishin dhe zgjodhen një alternativë tjetër. Prandaj duhet ndaj Mirela për mendimin tim, e para të drejtën e lirisë së njerëzve për të zgjedhur alternativën e tyre dhe pasaj të shikohet, të influencohet kur janë në shumë raste. Por këto gjëra nuk vinë nga influencat e individëve, aq më tepër kur nuk ke struktura. Strukturat ishin vetëm në Rumani të liderëve të djathtë, të aty mesazheve sociale, të ngritjes së njerëzve, të cilët kërkojnë edhe ndryshim. Duhet themi që po shikoja sot një statistik, vendi më i varfër në Europë për fat keq ishte Shqipëria me 41.1%, e dyta ishte Rumania. Njerëzit kanë revolt për qeveritë e tyre të cilat nuk janë efikase dhe sigurisht në momentet tilla edhe reflektojnë. E qartë, reflektojnë dhe nuk duan t'ia dinë për gjeopolitikën, por duan në xhepin e tyre dhe tryezën e tyre të shtëpisë tyre. Megjithatë, Rumania ishte një zgjedhje e dur e Bashkimit Evropian për situatën në Ukrainë. Tani që flasim derisa hym në transmetim, Trump dhe Putin ishin në një telefonat të gjatë mes tyre, që vjen pas një tryeze të Stambollit, një tryezë nuk themi e dështuar, për një tryezë që nuk arriti asgjë përveç shkëmbimit të 1000 të burgosërve që ranë dakord, pa përcaktuar një datë. Një delegacion i nivelit ullët e ka quajtur Zelenski kur ishte në summitin e Tiranës, ai la ministrin e mbrojtjes së tij atje. E para njerëzit duket tryeza e Stambollit. Në fakt ishte thjesht një test për të parë palët apo arriti diçka? Nuk arriti diçka, ju e thatë vetë me gjithë analizën që bënd, u arritën gjëra teknike, shkëmbimi i 1000 robërve nga 2 anët palët, përfaqësimi rus ishte i nivelit ullët, këshilltari i presidentit Putin, nga ana tjetër Zelenski la ministrin e mbrojtjes, gjithë tregojnë që nuk ishin bisedime politike për të arritur një zgjidhje. Zelenski gjithmonë dhe edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kërkojnë një paqe një mujore. Rusia është përpara tendencës të fitoj sa më shumë. Do më thënë, ajo do t'ullet atje për një arsye, Mirela. Amerika është lojtar kryesor që ajo nuk mund ta rezistoj. Amerika ka marrëdhënie shumë të mira dhe ka ndarje të punëve dhe të roleve me Turqinë, që është një nga fuqitë rajonale tepër të rëndësishme për Rusinë, duke përfshirë edhe një pjesë të ekonomisë saj që merr frymarrje në kohën e izolacionizmit të plot që i bëri perëndimi. Kërkon Trumpi me politikën pasi ka vënë 145% tarifa Kinës, kërkon që t'ullet me Kinën, duke nxjerrë jashtë loje, duke thënë që unë mund të bëj partneritet dhe me Kinën, të lë ty njësoj si bëri Nixoni me Kissingerin, zgjedh partner, kush të më dali përpara.
Së treti, Trumpi i ka në funksion aleatët e tij tradicionale europianët me të cilët bisedoi dhe një ditë përpara se të bënte këtë telefonat që po zhvillohet tani midis tij edhe Putinit. Duhet themi edhe një gjë, që ambienti ishte i tillë që në takimin e Antaljes të ministrave të jashtëm të NATO-s, senatori amerikan Grams, i cili shoqëronte Marco Rubio, sekretarin e shtetit dhe këshilltarin e sigurimit kombëtar, odhi një propozim që masat shtrënguese ndaj Rusisë, në qoftë se nuk ulet në këto bisedime të paqes, të rriten 500%. Do të thënë që është një katastrofë dhe amerikanët kur thon 500%, këtë e vënë penalitet dhe për të gjitha institucionet, kompanitë ndërkombëtare të cilat bashkëpunojnë në një formë ose në një tjetër me Rusinë. Do të thënë i kontrollojnë nëpërmjet bankave të tyre, bankave europiane dhe kështu që kjo është i krijon Rusisë një krizë të madhe. Por Rusia lufton për të marrë sa më shumë. Do të thënë kjo është loja e Rusisë, do ulet në paqe, po do të ulet në termat e saj. Dakor, telefonata ka përfunduar dhe pika kyçe e qëndrimit të Rusisë lidhur me luftën në Ukrainë duket se Putin ka përsëritur se duhet adresuar shkaku rrënjësor i krizës, që për Rusinë nuk kupton pretendimet e mëparshme për sigurinë dhe territorin. Memorandumi i përbashkët është përmendur në telefonat, një memorandum i përbashkët me Ukrainën që mund të nënkuptojë një formë marrëveshje paraprake me kushtet paqarta. Putin ka theksuar se kontaktet mes negociatorëve rusë dhe Ukrainas kanë vazhduar edhe pas dështimit të bisedimeve të Stambollit, e ka quajtur një dështim. Dhe ka përmendur se Rusia është gati të diskutojë për kompromis, pa specifikuar se për çfarë bëhet fjalë. Pra megjithëse ka një retorik, Rusia nuk duket se ka bërë ndonjë hap konkret, edhe nuk e dim tani se çfarë qëndrimi ka mbajtur Trumpi në këtë telefonat, po deri tani ka qenë më tepër një telefonat që me çfarë tham nuk tham asgjë nga ato që thatë ju. Kështu që Rusia do të fitojë kohë, po luan lojën, po çfarë? Të lodhet Ukraina dorëzohet pa kushte. Ajo e shikon që edhe Trumpi nëse kërkoi paqe, e pa që çdo shtyrje e këtij procesi do çonte jo vetëm në humbje të jetëve, por do çonte në një marrje të territorit gradual të Ukrainës duke përfunduar vetëm në një gjysmën e saj. Domethënë ishte një proces që vetë Europa humbte një aleat të çmuar dhe njerëzit vazhdonin që të humbisin në një luftë e cila ishte bërë tashmë e papranueshme nga gjithë palët. Mendoj që këto janë presionet të Rusisë, e shikoj që Trumpi duhet të reagojë në një formë ose në një formë tjetër. Do të shikohen që ai kur po shikon një Rusi e cila nuk i bindet në thonjza atij, do të vërë paralelisht edhe presionin ekonomik ose të formave të tjera të cilat do të vinë si nga kushtëzimi i çmimit të naftës dhe të gazit, janë jetike, si në bllokimin e financave ose kontrollin që bëhen aty nëpërmjet shiftit të bankave, ashtu edhe në presionin me tarifa 500%, siç u propozua nga senatori Grams, të cilat do ta çojnë Ukrainën në një pranim pa kushte. Në këtë kuptim, po luhet me nervat, po luhet midis Amerikës tani, sepse Zelenski duhet themi që pjesën e dytë bëri një zgjidhje perfekte. Bëri një zgjidhje sepse indirekt ruajti interesat ekonomike duke thënë që unë i kam të ndara dhe bashkëpunoj me amerikanët, janë amerikanët që e ruajnë ato. E dyta pranoi edhe marrëveshja e mineraleve të çmuara siç deshën amerikanët. Edhe i la topin Putinit, i cili në këto momente kishte një grykësi të kërkonte sa më shumë. E qartë. E fundit, Turqia në këtë mes ofron territor, është së e parë, gjithmonë ka ofruar territor, por duket se luan një lojë të vetëm. Lojtari vetëm, nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, por një lojtar kyç është një mënyrë nevralgjike në fakt që nuk e eviton dot nga tavolina. Si po luan Erdogani apo thjesht po vëzhgonte ky? Për mendimin tim po luan shkëlqyer. Domethënë e ka ngritur Turqinë atje ku nuk mund të jetë. Nga një fuqi rajonale, e cila tani po bën rolin e një fuqie të barabartë botërore, po e fut veten e saj në elitën e shteteve të cilat bëjnë politika kompetitive për të rregulluar rendin botëror. Domethënë,
Erdogani, pavarësisht ato defekteve në demokraci, të regjimit tij e tjera, në lojën gjeopolitike është një general me shumë vlera që e ka kuptuar vlerën e tij, bashkëpunon si me lindjen ashtu edhe me perëndimin, por ruan interesat. Kërkon të zgjerohet edhe në Ballkan, është tepër i kujdesshëm, kërkon influencat e tij ballkanike, sidomos në zonat që ai ka parashikuar në Bosnjë-Hercegovinë, në Kosovë, në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut, ka një rol aktiv deri në krijimin e partive politike, organizatave të sponsorizimit të idesë që ky është mbrojtësi i sovranitetit të këtyre vendeve që rrezikohen nga nacionalizmi sër, po edhe në pjesën e lindjes mesme, ku është bërë një nga lojtarët kryesorë. Ambasador, një politikë e re, duam emra të rinj, duam frymë të re, por politika po mbetet në duart e lojtarëve të vjetër në fakt. Edhe politikën e re po e ofrojnë lojtarët e vjetër. Është Trumpi që thot një politikë anti-establishment në Shtetet e Bashkuara, që ka moshën e tij, është atipike, kemi thënë, por është president për herë të dytë. Natyrisht që Erdogani ka tjetër frymë në Turqi, Putini tjetër frymë në Rusi, por në duart e këtyre po luan politika. Tani, politika e re me lojtarët e vjetër, apo lojtarët e vjetër din t'ju hedhin njerëzve, masave, këto tezat, jo politike re, jo këto, dhe atje ku duhet i kam pikat e bazat e mbyllura, do të thotë. Në fakt, të vjetrit kanë diçka më tepër që kanë eksperiencën e tyre. Asnjë nuk heq nga ky ekuacion lider të rinj revolucionar të cilët bëjnë epokë. Dhe këta janë njerëz të rinj të cilët kapin një ide edhe realizojnë atë me të gjitha mënyrët, këta janë për të lavdëruar. Kjo është pjesa e inovacionin, e të res. Por pjesa e eksperiencës gjithmonë duhet të ketë respektin. Sa më tepër të jetë e civilizuar një shoqëri, aq më tepër vlerëson eksperiencën, atë njohurit. Ne po shikojmë një fenomen shumë të gabuar. Me mbajtjen e pushtetit, duke futur njerëz të rinj, mund të jenë të jashtëzakonshëm, të talentuar, po 21 vjet është mbushur gjysma e parlamentit me 21 vjeç, kur parlamenti kërkon të bëjë ligje. Nuk marrin. Domethënë, po kthehemi në parlamentin e Zeqinez nga Roskoveci, edhe e kupton nga korporatat, tani po kthehemi këtu, duhet gjejmë një ekuilibër, sepse nuk i bën një njeri. Shiko, të gjithë udhëheqësit, sidomos autokratët, diktatorët, kërkojnë që parlamentet i kthejnë ato levat që ngrehin vetëm dorën, nuk mendojnë fare, janë entuziast, bëjmë për kokën e udhëheqësit, duart të orkasin, por jo, nuk është kjo. Megjithatë, do ta mbyllim së bashku duke thënë që unë do kaloj me gazetaren tonë Kelida Mema, sepse është Xhaçka që ka fituar mandatin në Tiranë dhe do të jetë pjesë e parlamentit të ardhshëm, kështu që shpresojmë që gjithsesi të ketë dhe një parlament tjetër veç parlamentit të rinjve që janë rishtarë dhe ndoshta do ta mësojnë politikën mbase mësojnë edhe gjatë 4 viteve. Kjo është temë për një bisedë tjetër të dedikuar me ju. Unë ju falenderoj ambasador që ishit me ne. Isha me Agim Neshon, ambasador, diplomat karriere. Shkoj me njërë te Kelida Mema për të kuptuar se çfarë ka ndodhur me kutinë e fundit të Tiranës. Po Leda. Përshëndetje Mirela, atëherë ishte një garë fort, një garë interesante, e cila u zhvillua mes 2 kandidateve për deputete në listë hapur, mes 2 zonjave që aktualisht janë deputete, Olta Xhaçka dhe Blerina Gjulameti. Nga numërimi i fundit i kutisë së fundit rezultoi që Olta Xhaçka arriti të fitojë mandatin e 4 në Lolgon e Partisë Socialiste dhe deputete ardhshme e parlamentit në shtatorin e 2025-s. Një garë të cilën e humbi deputetja aktuale Blerina Gjulameti me një diferencë të paktën nga ajo e dhënë që referon deri më tani Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe është e dhëna zyrtare, janë mbi 100 vota diferencë, megjithatë do duhet të pasqyrohet edhe vota e fundit e lexuar në kutinë e fundit për të kuptuar se cila është diferenca mes 2 grave socialiste, Olta Xhaçkës dhe Blerina Gjulametit. Në këto momente është duke u rinumëruar një kuti tjetër, një kuti e cila ka pasur kërkesë nga Partia Socialiste për të rinumëruar me pretendimin që mund të ketë pasur një lexim jo të saktë
të votës për sa i përket kandidatëve për deputet në listën e hapur. Megjithatë, rinumërimi i kësaj kutie nuk përbën ndryshim të rezultatit, madje as nuk përmbys atë. Olta Gjaçka është fituese garës së 11 majit për sa i përket kandidateve gra në listën e hapur të Partisë Socialiste. Mirë, Lida, unë të falenderoj natyrisht që do të kemi lidhje të tjera për të kuptuar edhe më tej se si është situata atje, natyrisht që lufta mes llojit, lufta politike flas, ishte edhe më e ashpër se mes partive, por do të futemi në analiza të mëtejshme gjatë javës kur gjithçka të certifikohet, ku dhe palët të kenë më të zyrtarizuara qëndrimet e tyre dhe vendosin të flasin hapur ose jo për gjithë këtë rrugtim, për mbetjen jashtë parlamentit dhe për mënyrën se si u vendos që të garonin dhe për votat e mbledhura. Leda, të falenderoj Shamen Kelida Memo në këtë lidhje të drejt për drejt. Olta Gjaçka do tjetë deputetja e Partisë Socialiste në përballjen që pati me Blerina Gjylametin. Kujtojmë që kanë qenë 7 deputetët preferencial, të cilët janë zgjedhur me votën e qytetarëve për Tiranën për Partinë Socialiste. 5 prej tyre kanë qenë zotrinj, lufta bëj mes dy zonjave, le të themi kështu, mes Olta Gjaçkës dhe Blerina Gjylametit, ndërkohë që Anila Denaj e kishte kaluar pragun dhe ka fituar zonja Gjaçka. Mirë, eci më tej prezantimi i 8 rekomandimeve të qeverisë për të forcuar luftën ndaj kriminalitetit u shoqërua me përplasje mes ministrit të drejtësisë Ulsi Manja dhe drejtuesit të SPAK-ut Altin Dumani. Në një takim të zhvilluar në prokurorinë e përgjithshme, ministri i drejtësisë Ulsi Manja paraqiti paketën e rekomandimeve të qeverisë për forcimin e luftës kundër kriminalitetit dhe korrupsionit. Mes 8 rekomandimeve të qeverisë ishte dhe krijimi disa strukturave të reja të specializuara për çështje komplekse, një pikë për të cilën u kërkua më shumë qartësim. Eficienca dhe ngritja e kapaciteteve institucionale. Nevojitet krijimi strukturave të specializuara për çështje komplekse, investim në teknologji dhe burime njerëzore, si dhe zhvillimi i trajnimeve të vazhdueshme në bashkëpunim me shkollën e magjistraturës dhe partnerët ndërkombëtar. Deklaratat e Manjës u pritën me skepticizëm nga drejtuesi i prokurorisë së posaçme Altin Dumani, i cili ngriti dyshime mbi qartësinë dhe përmbajtjen e propozimeve të prezantuara. Rekomandimet nuk shoqërohen me të dhëna statistikore, analizë krahasuese apo tregues konkret që justifikon nevojën për ndërhyrje. Kjo mungesë e bazës empirike dhe metodologjisë së qartë i bën rekomandimet të duken subjektive dhe vështirë të marrshme. Sipas Dumanit, krijimi i strukturave të reja të vlerësimit do të sillin mbi ngarkesë burokratike. SPAK tashmë është subjekt në veçuesa KLP, ILD dhe vetë strukturat e tij. Krijimi i strukturave të reja vlerësimi dhe integriteti pa analizë të mekanizmeve ekzistuese rrezikon të sjellë një ngarkesë burokratike. Shqetësime gjatë takimit shfaqet edhe prokurori i përgjithshëm Olsian Çela. Të rëndësishëm për ndjekjen e rekomandimeve do të jetë sidomos për prokurorin e direksionit përgjithshëm plotësimi organikave. Kemi 35% të mungesave në organik. Manja sqaroi se rekomandimet janë orientuese dhe se metodologjia që e shoqëron është më e detajuar. Plani i paraqitur përfshin 8 drejtime kryesore që sipas Manjës synojnë të forcojnë sistemin penal, të nxisin bashkëpunimin mes institucioneve dhe të garantojnë të drejtat themelore të qytetarëve. Ish-kryeministri Sali Berisha do të gjykohet për korrupsion kryer në bashkëpunim. Gjykata kaloi për gjykim dosjen Partizani, duke rrëzuar kërkesat për pushim ose kthim aktesh në SPAK për plotësim hetimesh. Sali Berisha do të ulet në bankën e të akuzuarve për korrupsion. Pas 7 muaj stancë paraprakje gjyqtarja e GKK-s Flojira Davidi kaloi dosjen për gjykim në themel. Bashkë me ish-kryeministrin do të gjykohen për korrupsion e pastrim parash dhe dhëndritia Marbër Maltezi, biznesmeni Fatmir Bektashi dhe Gjimi Begeja e Andja Pustina. Është e vërtetuar tashmë se Jena Gjoka në kohën e vendimarrjes saj për këtë çështje po flasim, për këtë që njohim, nuk ka pasur kushtet për qenë gjyqtare dhe automatikisht të gjitha vendimet e marra për saj janë absolutisht të pavlefshme, të cilat kjo gjykat një vendim haptazi të padrejtë dhe të paligjshëm na i rrëzoi pa argumentuar sepse. Tjetër, gjykata sot vendosi ta kalojë për gjykim çështjen, ndërkohë që po kjo gjyqtare në të njëjtat kushte, në rastin e çështjes Dako e ka kthyer pa kërkim të palës. Çështjen e ka kthyer për plotësim hetimi, ndërsa në rastin konkret e dërgoi çështjen për gjyq.
Berisha u paraqit këtë të hënë në SPAK për masën e sigurisë, ndërsa dhëndritia Marbër Maltezi vijon të mbetet në masën e arrestit në shtëpi. Mbrojtjes së tyre janë rrëzuar disa kërkesa për përjashtim të gjyqtares Flojira Davidi dhe pavlefshmëri të akteve dhe vendimeve të dhëna për këtë çështje nga gjyqtarja Irena Gjoka, për të cilën pretendojnë se ka fshehur një dënim për falsifikim dokumentash në Greqi. Hetimet e SPAK për dosjen Partizani nisën pas kallëzimit të Taulant Ballës, në ato kohë kreu i grupit parlamentar socialist. Nga dita e sotme, ish kryebashkiaku i Kukësit Safet Gjitsi do të shlyejë dënimin në shtëpi. Gjykata e apelit vendosi nisur edhe nga gjendja e rënduar shëndetësore Gjitsit që të pranojë kërkesën e avokatit të ish kryebashkiakut. Safet Gjitsi ishte dënuar për korrupsion pasiv dhe shpërdorim detyre me 3 vite heqëlirie. Ish kryetari i Bashkisë Kukës Safet Gjitsi është liruar nga burgu dhe do të vuajë pjesën e mbetur të dënimit në arrest shtëpie pas një vendimi të marrë nga gjykata e apelit të posaçëm kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Gjitsit i kishin mbetur edhe rreth 6 muaj vuajtje dënimi, por gjendja e rëndë shëndetësore e tij bëri që gjykata e apelit të vendosë që pjesën e mbetur të dënimit ta kalojë në shtëpi. Përmes avokatit të tij, Gjitsi kishte dorëzuar 2 herë kërkesë në gjykatën e Elbasanit për liri me kusht. Sipas avokatit, ish kryebashkiaku i Kukësit vuan nga problemet të sistemit kardiovaskular, zmadhim të aortës dhe diabet të formës së rënduar. Avokati është shprehur se këto problematika Gjitsi ka vuajtur edhe më herët, por gjendja e rënduar psikologjike në burg ka përkeqësuar edhe gjendjen e tij shëndetësore. Safet Gjitsi u dënua me 3 vite burg për korrupsion pasiv dhe shpërdorim detyre. Atij u hoqi edhe e drejta për të ushtruar funksione publike për 5 vjet. Skandalin seksual në zyrën e tij së bashku me Alma Kaçin, gjykata e konsideroi aferë korruptive duke i shpallur fajtor të 2 protagonistët. Fillimisht Kaçi u shpall fajtore për prostitucion, ndërsa në shkallën tjetër të gjyqësorit ajo u dënua për korrupsion aktiv. Kryekomisioneri i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi ka dalë në një deklaratë për media ditën e sotme për të informuar lidhur me vazhdimsinë e procesit të numërimit të fletëve të votimit të ardhura nga diaspora. Ai bëri të ditur se nga diaspora kanë mbritur gjithsej 201.795 fletë votimi, ndërsa 1.971 prej tyre janë të pavlefshme. 201.795 shqiptarë nga jashtë vendit kanë votuar më 11 maj. E dhëna përfundimtare dhe zyrtare u bë me dije nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve Ilirian Celibashi. Në krahasim me numrin e fletëve të votimit të raportuara pa nisur ende procesi i numërimit, ai është më i lartë me 3.285. 199.824. 199.824 janë fletë votimit të vlefshme. 1.971 janë fletë votimit të pavlefshme. Sipas Celibashit, këto fletë votimi janë të shpërndara në të 12 qarqet e vendit, si arsye të mos deklarimit drejt për drejt në sistem. Celibashi përmendi dorëzimin e fletëve të votimit përmes shërbimeve të tjera postare, problematikës së sistemit të huaj që nuk njeh shkronjën ë dhe ç, dhe gjetja brenda e një zarfi elektoral më shumë se një fletë votimi. Leximi paraprak i votës së diasporës, numri i fletëve të pavlefshme të votimit është shumë i ulët. 156 zgjedhës të themit, cilët e kanë kthyer mbrapsht fletën e votimit nëpërmjet shërbimit të DHL-s. Dhe janë 353 dërgesa të tjera postare, unike, të themi nga 353 zgjedhës të tjerë, të cilët e kanë kthyer mbrapsht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, jo nëpërmjet shërbimit të DHL-s. Nga 353 të tilla, 107 i janë nënshtruar procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në ditën e 8 të numërimit të votës së diasporës, është mbyllur për qarqet Kukës, Shkodër dhe Diber dhe vijon për 9 qarqet e tjera. Deri në mbrëmjen e së martës parashikohet që të përmbyllet i gjithë procesi i numërimit të votës së shqiptarëve, si brenda vendit dhe jashtë saj për garën e 11 majit.
Procesi numërimit të votës preferenciale në Fier u mbyll pas ditën e sotme duke përmbyllur kështu numërimin për të gjithë qarkun e Fierit nga Partia Socialiste. Shkojnë në kuvendin e 4 viteve të ardhshëm 12 deputet. Përveç 5 deputetëve nga lista e mbyllur, janë 7 të tjerë nga lista e hapur që arritën të fitojnë mandatin. Konkretisht janë Ceno Klosi, Klevis Jahaj, Asfloral Haxhiu, Antonella Dhima, Elton Koreshi, Ramion Kurti dhe Zegjine Çaushi. Ndërkohë, nga 5 kandidatët që ishin në listën e mbyllur të Partisë Demokratike Koalicioni për Shqipërinë Madhështore, vetëm 4 prej tyre fituan mandatin: Gazmen Bardhi, Luan Baçi, Brunilda Haxhiu dhe Sajmir Koreshi. Mbi 15 kandidat për deputet në listat e hapura kanë kërkuar zyrtarisht nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pamjet filmike të procesit të numërimit të votave. Kërkesat vijnë kryesisht nga radhët e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Mes emrave që kanë paraqitur kërkesa janë Blerina Gjylameti, Xhemal Qefalia, Ilira Limemeti dhe Aulon Kalaja. Ata pretendojnë se numërimi i votave në qarqet përkatëse nuk është bërë sakt dhe se votat për ta nuk janë lexuar drejt. Mes emrave ishte edhe ai e Tilda Gjonajt, por kjo e fundit është tërhequr nga kërkesa. Sipas parashikimeve ligjore, kandidatët në listat e hapura kanë të drejtë të kërkojnë pamjet filmike të numërimit individualisht, pavarësisht qëndrimeve apo vendimeve të partive përkatëse. Mbi 1000 fidan kanabis sativa janë asgjësuar nga policia në qarkun e Shkodrës. Uniformat blu vazhdojnë punën për kapjen e autorëve. Policia ka ushtruar kontrole në qarkun e Shkodrës për të goditur kultivimin e bimëve narkotike. Uniformat blu kanë asgjësuar 1288 fidan dhe 479 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Vau Idejës gjetën në teritorin e njësisë administrative Shlak dhe asgjësuan 1011 fidan dhe 479 bimë kanabis. Ndërsa në teritorin e njësisë administrative Pult u asgjësuan 277 fidan narkotik kanabis sativa. Policia vijon punën për identifikimin dhe kapjen e personave të përfshirë në këtë veprimtari të jashtëligjshme. Sa i përket goditjes së këtij fenomeni, janë duke u kryer kontrolle në të gjithë vendin me qëllim parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike. Ekonomia shqiptare po rritet me ritme të qëndrueshme, por jo mirëqenia e qytetarëve. Eurostat tregon se Shqipëria renditet ndër vendet me nivelin më të lartë të varfërisë në Europë për vitin 2024, me rreth 42% të popullatës ose afro 1 milion qytetarë që përballen me një formë të rëndë të përjashtimit social. Ekonomia shqiptare po rritet me ritme të qëndrueshme, por jo dhe mirëqenia e qytetarëve. Të dhënat më të fundit të Eurostat për vitin 2024 tregojnë se Shqipëria renditet ndër vendet me nivelin më të lartë të varfërisë në Europë. Rreth 42% e popullsisë ose afro 1 milion qytetar përballen me një formë të rëndë përjashtimi social. Në këtë renditje pas Shqipërisë vinë Rumania, Turqia dhe Bullgaria, ndërsa vende si Çekia, Slovenia dhe Hollanda raportojnë përqindjet më të ulta të varfërisë, me më pak se 1/4 e popullsisë në vështirësi ekonomike. Raporti mat varfërinë në bazë të disa treguesve kyç, si vonesat në pagesat e qiras apo kredive, pamundësia për të përballuar një shpenzim të papritur prej rreth 30.000 lekësh të reja, pamundësia për të kryer pushime vjetore, për të bler ushqim bazik si mish një herë në ditë, për të ngrohur banesën gjatë dimrit apo për të zëvendësuar mobiljet e vjetra. Këta tregues rezultojnë ndjeshëm më të lartë për Shqipërinë edhe krahasuar me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, ku në Maltëzi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi, përqindja e qytetarëve që përballen me kushte të vështira ekonomike qëndron në 30%. Kursi i këmbimit të euros ka vazhduar rënien duke arritur afër minimumit historik prej 97.99 lekësh. Rënia u theksua gjatë pjesës së dytë të javës kaluar dhe është ndikuar nga flukset valutore, nga vizitorët e huaj dhe faktorët e brendshëm, si politika fiskale e shtrënguar dhe kërkesa për monedhën vendase.
Kursi i këmbimit të euros ka nisur javën me rënje. Sipas Bankës së Shqipërisë, euro këmbye me 98.11 lek, një rënje prej 0.45 lek, krahasuar me javën e kaluar. Rënja u theksua më shumë në pjesën e dytë të javës së kaluar, por kursi nuk u përditësua gjatë ditëve të pushimeve të administratës shtetërore. Në ditët e para të javës së kaluar, euro shënoi një rritje të përkohshme, e ndikuar nga kërkesa, por që nuk zgjati shumë, dhe moneda europiane u rikthye në nivelet e mëparshme. Kursi i këmbimit ka pësuar një rënje, një fenomen i zakonshëm, i lidhur me rritjen e flukseve valutore nga vizitorët e huaj, por disa agjentë mendojnë se edhe fushata zgjedhore mund të ketë pasur ndikim të përkohshëm në këtë rënje. Aktualisht, euro është afër nivelit më të ulët historik, prej 97.99 lekësh, e arritur më 6 maj. Ekspertët parashikojnë që ky trend do të vazhdojë pasi sezoni turistik dhe fluksit e valutës së huaj do të përditësojnë bilancin valutor. Politikat fiskale shtrënguese po ndihmojnë gjithashtu në forcimin e lekut. Në vitin 2024, Banka e Shqipërisë bleu një sasi rekord euro, rreth 933 milion euro, për të frenuar zhvlerësimin. Inflacioni i ulët mund të nxjisë Bankën e Shqipërisë të vazhdojë të mbajë këtë strategji edhe përgjatë këtij viti. Spitalet publike nisur nga ato universitare deri tek spitalet bashkiake do duhet të jenë më transparent me publikun, nisur nga shërbimet që ofrojnë deri tek fondet. Kërkesa për rritje të transparencës vjen nga Komisioneri për Informimin, i cili rekomandon se duhet t'japin sa më shumë informacione pa patur nevojë për kërkesë nga qytetarët. Spitaleve publike në të gjithë vendin ju kërkohet të jenë më transparent me publikun. Rekomandimi ju vjen nga Komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen të dhënave personale, i cili ju ka dërguar thuajse të gjitha spitaleve universitare dhe atyre rajonale e bashkiake shkresën për të rritur transparencën, duke publikuar informacione të rëndësishme që lidhen me informimin e publikut. Për të lehtësuar këtë proces, Komisioneri ka saktësuar një seri pikash që duhet të jenë transparente, veç kategorive që ka përcaktuar se duhet të jenë në faqet zyrtare të institucioneve shëndetësore. Komisioneri ka rekomanduar që të vijë në dispozicion pa kërkesë sa më shumë informacione, në mënyrë që të paksohet nevoja për kërkesa individuale për informacion, por gjithmonë duke ruajtur të dhënat personale. Informacioni i dhënë për publikun sipas komisionerit duhet të jetë i përditësuar çdo 24 orë. Çdo ditë thuaj se 5 qytetar ka nevojë për trajtim urgjent si pasojë traumave të syrit, të cilat janë kryesisht nga aksidentet rrugore apo aksidente në punë. 4 deri në 5 pacient paraqiten çdo ditë në shërbimin okulistik pranë Spitalit Universitar të Traumës, si pasojë dëmtimeve të ndryshme në sy. Shefi i këtij shërbimi, Elvis Veli, gjatë një interviste për Euronews Albania, tha se disa pacient kanë nevojë për ndërhyrje kirurgjikale dhe janë në rrezik për të humbur shikimin. Mesatarisht traumat që kanë nevojë për ndërhyrje kirurgjikale të traumës, mirëfillit të traumës, le të themi mund të jenë 1-2 javë që duhet me hyrë në sallë, që duhet të kenë nevojë për kirurgji. Pastaj traumat tjera që ndiqen në mënyrë konservative, qoftë të hospitalizuar, qoftë ambulatorisht, ka goxha. Traumat e syrit vijnë kryesisht nga aksidentet rrugore dhe aksidentet në punë, përpasoj moshat janë përgjithsisht të reja. Praktikisht aksidentet automobilistike nuk e ndajmë dot, sepse vërtet mund mos ta ngasin makinën fëmijët, mund mos jenë timon, por mund të jenë pasagjer. Kështu që ka fëmijë. Moshat e vjetra megjithëse mund mos jenë në timon, janë pasagjer, janë këmbësor. Kështu që në atë trend sigurisht mosha aktive e punës është ajo që ka më tepër probabilitetin më të lartë për të pasur këtë traumë. Për të ofruar një shërbim sa më efikas për pacientët, shërbimi ORL është pajisur me disa aparatura të fjalës së fundit në diagnostikim dhe trajtim. E para që ishte le të themi vitin e shkuar, ishte mikroskopi operator, pa mikroskop nuk arrin të japin rezultatin e duhur asnjëherë. Pas mikroskopit operator, së fundmi kanë ardhur një sër aparaturash tjera, OCT-ja, ose ajo që quhet skaneri i syrit. Një tjetër aparaturë e re që ka ardhur është topografia korneale. Paralelisht me traumat në këtë spital prej vitit 2024, janë me dhjetra pacientët që referohen nga mjeku i familjes për probleme të ndryshme të shikimit. Mirë, do të kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak.
Eci me lajmet, kërcënohet presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Është ky një lajm i cili po qarkullon në median kosovare. Klan Kosova ka kontaktuar me këshilltarin për media të presidencës Bekim Kupina, i cili pas kërcënimit që mori presidentja e vendit Osmani, tha se kërcënuesit nuk po përballen me drejtësinë. Ai ka thënë se kërcënimi kësaj jave është vazhdimësi e kërcënimeve të vazhdueshme me jetë ndaj presidentes Osmani. Kërcënimi kësaj jave është vazhdimësi e kërcënimeve të vazhdueshme me jetë ndaj presidentes, çfarë i bashkon të gjitha, mosveprimi i institucioneve të drejtësisë përkundër 10 kërcënimeve, shumica prej tyre kërcënime me jetë, asnjë veprim nuk është ndërmarrë ndaj kërcënuesve për vite me radhë. Kjo, edhe pse në shumicën e rasteve kërcënimet bëhen me emër, mbi emër dhe nga profile të identifikueshme. Disa kërcënime janë bërë madje edhe në emisionet televizive, por edhe atëherë kanë munguar veprimet për t'i përballur kërcënuesit me përgjegjësinë, ka thënë Kupina. Ai shtoi se kjo klim e rrezikshme nxit të tjerët të ndjekin të njëjtin model të dhunës. Rasti i kërcënimeve të njëpasnjëshme me jetë ndaj presidentes dhe familjes së saj është i vetmi në historikun e institucioneve, siç është thënë nga institucionet e sigurisë, ku asnjë nga kërcënuesit nuk është përballur me drejtësinë. Kur kërcënimet e rënda nuk trajtohen me seriozitetin që meritojnë, ato jo vetëm që nuk ndalen, përkundrazi, inkurajohen. Kjo klimë e rrezikshme nxit të tjerët të ndjekin njëjtin model, nxitje dhune, thirrje për eliminim fizik dhe për çmim të plot ndaj rendit kushtetues është ky reagimi i këshilltares së presidentes së Kosovës. Ndërkohë, të ndalemi në një tjetër zhvillim që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse mbas telefonatës prej 2 orësh që ka patur mes Vladimir Putin dhe Donald Trump, ka reaguar presidenti amerikan në rrjetin social Social Truth, të cilin e ka rrjetin e tij. Ai shkruan: "Sapo përfundova një telefonat 2 orëshe me presidentin Vladimir Putin të Rusisë. Besoj se shkoi shumë mirë. Rusia dhe Ukraina do të nisin me një herë negociatat për një armëpushim dhe me rëndësishmja për një fund të luftës. Kushtet për këtë do të negociojnë mes 2 palëve, ashtu siç duhet të jetë, sepse vetëm ato njohin detajet e një negociate që askush tjetër nuk i di." Toni dhe fryma e bisedës ishin të shkëlqyer. Po të mos ishin, do ta thosha tani dhe jo më vonë. Rusia dëshiron të zhvillojë tregti në shkallë të gjerë me Shtetet e Bashkuara sapo të përfundojë kjo gjakderdhje katastrofike dhe unë jam dakord. Ekziston një mundësi e jashtëzakonshme që Rusia të krijojë vende të panumërta pune. Potenciali i saj është i pakufizuar, po ashtu Ukraina mund të përfitojë shumë në fushën e tregtisë gjatë procesit të rindërtimit të vendit. Negociatat mes Rusisë dhe Ukrainës do të nisin menjëherë. Kam informuar për këtë presidentin Volodymyr Zelenski të Ukrainës, Ursula von der Leyenin, presidente e Komisionit Evropian, presidentin francez Emmanuel Macron, kryeministren italiane Giorgia Meloni, kancelarin gjerman Friedrich Merz, si dhe presidentin e Finlandës, Alexander Stubb, gjatë një telefonate që pata pas bisedës telefonike me Vladimir Putinin. Edhe Vatikani, përfaqësuar nga Papa, ka shprehur interes të madh për të pritur negociatat, pra le të fillojë procesi e mbyll reagimin e tij Donald Trump. Bashkimi Evropian dhe Mbretëria e Bashkuar kanë arritur një seri marrëveshjesh në përpjekje për të bashkuar qëndrimet mes tyre për sa i takon sfidave gjeopolitike dhe atyre të lidhura me sigurinë. Në këtë mënyrë, 2 bloqet po tejkalojnë mosmarrëveshjet e lindura pas Brexit dhe po rivendosin bashkëpunimin mes tyre. Bashkimi Evropian dhe Mbretëria e Bashkuar njoftuan të hënën arritjen e një seri marrëveshjeve që përfshin tregtimin e produkteve ushqimore, peshkimin dhe aksesin e qytetarëve britanik në kufijt evropian. Në reagimin e saj, qeveria britanike deklaroi se radhët për kontrollin kufitar të qytetarëve britanik në Evropë do të marrin fund edhe pse akordi arritur mbi këtë çështje ka detaje të tjera që duhet të bëhen publike. Sa i takon peshkimit, një pakt 12 vjeçar mes 2 partnerëve u lejon varkave evropiane akses në ujërat e Mbretërisë së Bashkuar deri në vitin 2038. Në këmbim, Britania do të përfitojë reduktimin e kontrolleve të ushqimeve dhe pijeve në blok,
duke pasur më të lehtë eksportin e produkteve të saj në kontinentin e vjetër. Gjithashtu, një akord mbi sigurinë dhe mbrojtjen do t'i hap rrugën në industrisë ushtarake britanike që t'i bashkohet projektit të ri të Bashkimit Evropian, Fondit Evropian për Sigurinë dhe Veprimin me vlerë 150 miliardë euro. Dy palët kanë rënë dakord edhe për të bashkëpunuar në skemën e shkëmbimit të eksperiencave për të rinj. Kjo do të thotë se moshat e reja do të mund të udhtojnë dhe punojnë lirshëm në dy bloqet. Me këtë marrëveshje, Bashkimi Evropian dhe Mbretëria e Bashkuar kanë tejkaluar më rit që pasuan Brexit, edhe pse kundërshtimet nuk kanë munguar. Kandidati liberal dhe pro-evropian Nikus Ordan ka fituar zgjedhjet presidenciale në Rumani përballë ekstremistit të djathtë Gheorghe Simion. Ai siguroi mbi 53% të votave në balotazhin e së dielës, duke zhbërë fitoren bindëse të rivalit radikal në raundin e parë. Kryebashkiaku liberal dhe pro-evropian i Bukureshtit, Nikus Ordan, ka fituar sfidën e fortë përballë nacionalistit Gjorgj Simion për drejtimin e presidencës së vendit, i përfshirë prej disa muajsh nga një turbulencë politike. Gjorgj Simion, kryetari i partisë ekstremiste të djathtë AUR, fitoi bindshëm raundin e parë të mbajtur më herët gjatë muajit, duke nxitur një val zemrimi të qytetarët rumun. Por të dielën ishte Nikus Ordan që arriti fitoren me 53.6% të votave, dhe pse Simion pati më shumë sukses nga votat e diasporës rumune. Ne duhet ta ndërtojmë Rumaninë së bashku, pavarësisht për ko votuat, deklaroi Dan, pasi fitoria e tij ishte e sigurt. Rreth 11.5 milion rumun votuan në balotazhin e së dielës dhe Dan siguroi mbështetjen e më shumë se 6 milionëve. Matematikani priti deri pas mesnate përpara se të prononcohej i sigurt që shifrat ishin në anën e tij dhe vetëm atëherë u drejtua mbështetësve të mbledhur në një park përballë Bashkisë së Bukureshtit. Ata u entuziazmuan dhe broritën emrin e tij. Një numër i madh qytetarësh rumun që duan një ndryshim të thellë në Rumani fituan zgjedhjet, u shpreh Dan në fjalimin e mbajtur, ndërsa Simion në reagimin e tij pranoi humbjen. Ushtria izraelite ka paralajmëruar banorët e qytetit Khan Yunis që të evakuohen pasi shumë shpejt do të nisë një aksion të paprecedent ushtarak. Në një fjalim, kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi se Izraeli do të marrë në kontroll të gjithë territorin e rripit të Gazës. Forcat mbrojtëse izraelite kanë urdhëruar banorët e qytetit Khan Yunis që të evakuohen teksa bëhen gati të nisin një sulm të paprecedent. Banorët urdhëruan të zhvendosen drejt lokalitetit Al-Mawasi në perëndim të rripit të Gazës në kuadër të një prej urdhrave më të mëdhenj të evakuimit të dhënë nga ushtria izraelite në muajt e fundit. Një zëdhënës i trupave hebreike deklaroi se zona do të konsiderohet një zonë e rrezikshme luftimi dhe shtoi se organizata terroriste ishin shkaktare të katastrofës. Forcat e armatosura izraelite i dhanë jetë një ofensive të re në Gaza ditën e shtunë si pjesë e operacionit të koduar Karrocat e Gideonit, një emër që i referohet luftëtarit të Biblës Gideon. Më herët gjatë së hënës, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se Izraeli do të marrë në kontroll të gjithë Gazën. Jemi të angazhuar në një betejë masive, intensive dhe thelbësore dhe kemi regjistruar progres, tha Netanyahu. Ne do të marrim nën kontroll të gjitha zonat e rripit. Të do të bëjmë, theksoi ai. Në 24 orët e fundit, forcat mbrojtëse izraelite kanë goditur 160 objektiva në enklavën palestineze. Një magazin që mbante medikamente në spitalin Nasser u godit nga sulmet ajrore izraelite, bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë e kontrolluar nga Hamas. Ish-presidenti Amerikan Joe Biden është diagnostikuar me një formë agresive të kancerit të prostatës që është përhapur në kocka, njoftoi zyra e tij të dielën. Sipas zyrës së Bidenit, tumori ka marrë një rezultat 9/10 në këtë vlerësim të quajtur Gleason që përdoret për të përcaktuar agresivitetin e kancerit të prostatës. Që kur la detyrën, Biden ka mbajtur një profil të ulët publik, duke bërë vetëm disa paraqitje të rralla, përfshirë një fjalim në muajin prill, ku mbrojti administratën e sigurimeve shoqërore ndaj planeve të presidentit aktual Trump për shkurtime. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është shprehur i pikëlluar për lajmin që ish-presidenti Biden është diagnostikuar me kancer. Në reagimin e bërë, Trump së bashku me bashkëshorten e tij i urojnë Bidenit shërim të shpejtë.
Shtëpia e fëmirisë së Papa Leo së 14 në zonën e Chicagos, por shitet në një ankand luksos pas një rritje të interesit të shkaktuar nga zgjedhja e tij javën e kaluar. Çmimi fillestar i shtëpisë me 3 dhoma gjumi është $250.000. Shtëpia e fëmirisë së Papa Leone të 14, Papa i parë amerikan në histori, po del në shitje përmes një ankandi luksos, pas një rritjeje të papritur të interesit të publikut, pas u emërua Pap më 8 maj. Pruna ndodhet rreth 32 kilometra në jug të qendrës së Chicagos dhe përfshin 3 dhoma gjumi. Ankandi do të hap ofertat me një çmim fillestar prej $250.000, ndërsa shitësi është i hapur për të pranuar një ofertë në çdo kohë para përfundimit të ankandit më 18 qershor. Shtëpia ishte fillimisht një pronë tipike banimi dhe u listua në janar për $219.000, pas një rinovimi të plot nga një investitor i pasurive të paluajtshme, i cili e bleu ato për $66.000 një vit më parë. Pavarësisht një ulje të mëvonshme në $199.000, shtëpia qëndroi në treg për disa muaj, por pa interes të madh. Më 8 maj, vetëm disa orë pasi kardinali Robert Francis Prevost, 69 vjeç, u zgjodh pap dhe mori emrin Papa Leone i 14, shitësi hoqi menjëherë shtëpin nga tregu, pasi brenda disa orësh kishte marrë 8 oferta. Interesi për shtëpin u rrit kur u zbulua se Papa i sapo zgjedhur kishte kaluar 2 dekada të fëmirisë së tij në këtë shtëpi, bashkë me baban e tij Luis, një mësues, nënën Mildred, një bibliotekare dhe 2 vëllezërit e tij. Ekspertët e pasurive të paluajtshme thonë se ankandet luksoze u bën gjithnjë më të zakonshme për prona që nuk përshtaten në parametrat tradicional të tregut. Kjo është një pronë unike me vlerë simbolike dhe historike. Ankandet luksoze janë një mënyrë për të përcaktuar vlerën reale të tregut, kur kemi të bëjmë me histori të tilla të jashtëzakonshme, u shpreh përfaqësuesi i ankandit, ndërsa Vatikani përgatitet për një kapitull të ri në udhëheqjen e Papa Leone të 14, shtëpia ku filloi rruga e tij drejt papatit mund të bëhet jo vetëm një trofe për vlerësinë e tij, por edhe një copës e rrallë e historisë amerikane në kishën katolike. Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit ka shpallur veprat fituese të vitit 2025 për fondin e përkthimit letrar nga gjuha shqipe në gjuhë huaj. Diana Çuli, Virgjil Muçi, Bashkim Hoxha, Ardian Vebiu, Besnik Mustafaj dhe Preç Zogaj janë autorë shqiptar që do të flasin në greqisht, serbisht, gjermanisht dhe arabisht. 6 autorë shqiptar do të ndihmohen nga shteti që veprat e tyre të shkojnë te lexuesi i huaj. Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit ka shpallur veprat fituese të vitit 2025 për fondin e përkthimit letrar nga gjuha shqipe në gjuhë të huaj, një iniciativë që synon promovimin e letërsisë shqipe nëpërmjet përkthimeve në gjuhë të ndryshme të botës. Libri Piramida e Shpirtrave e autorit Virgjil Muçi është i përkthyer me cilësi në gjuhën serbe. Autori Bashkim Hoxha, i cili ka aplikuar me romanin e tij Kronikat e Mjegullës, për sfiduese për nga zxarri dhe simbolika, e cila vjen bukur në gjuhën gjermane. Ëngjët e armatosur të autores Diana Çuli përkthyer në gjuhën greke. Poema të zgjedhura e autorit Preç Zogaj është përzgjedhur si një përballje e bukur e kulturës shqipe në atë greke, jo vetëm për peshën që ka autori për letrat shqipe, por tërsinë e tematikave dhe mënyrën se si vargu i tij përcjell koncepte dhe përfytyrime. Ende që Nxirrte e Deti i autorit Ardian Vebiu është përzgjedhur sërish në gjuhën greke dhe me një përkthim të arir ku gjuha e autorit vjen e fuqishme për të përcjellë perceptimin e Shqipërisë përmes një pene intelektuale. Përcjellja në arabisht e librit Midis krimeve dhe mirazheve autorit Besnik Mustafaj është vlerësuar maksimalisht nga ekspertë gjuhës. Juria ka zgjedhur që veprat kryesisht të përkthehen në ato gjuhë të huaja që përqafohen nga shumë lexues. Unë besoj se kjo punë për të mbështetur përkthimin e letërsisë shqipe në gjuhë të tjera është një kontribut shumë i dobishëm, jashtëzakonisht i dobishëm. Besoj se ky libër me poezi në gjuhën greke e pasuron kolanën e botimeve shqipe në greqisht. Nuk jam i pari dhe jam i sigurt që as i fundit ka disa autorë shqiptarë që janë botuar në greqisht, vazhdojnë botohen, bile disa janë mbështetur edhe nga qendra. Drejtoresha e Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit, Alda Bardhyli, tha se ky fond është i rëndësishëm për të çuar letërsinë shqipe përtej kufive dhe për të rritur praninë e autorëve shqiptar në tregjet ndërkombëtare. Everton ka finalizuar me sukses marrëveshjen me kompaninë Hill Dickinson për të drejtat e emërtimit të stadiumit të ri të klubit.
Klubi i futbollit anglez Everton ka finalizuar me sukses marrëveshjen me kompaninë Hill Dickinson për të drejtë Ishte gjithçka për këtë edicion, bashkë takojmë nesër në orën 19. Mirupafshim.